Ndërsa Allah i Kur'an në ka tregu çush më herët se Allahu gjithmonë e na ndjek. A jemi vetë ajo? Ka thënë Allah i Kur'an: "Alam tara anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Ma yakunu min najmin min thalathin illa huwa rabi'uhum." A nuk e di njëri se Allahu di çdo se çka ka në qiell dhe tokë? Nuk ka dëni bisedë e msheft mes 3 personave, vetëm se 4 kjo është në mesin e tyre. Nuk ka 5 veta që bojnë biseda të msheft me një zyre, me një vend që kurkush nuk i ndjek. Vetëm se 6 që është me ata, wa ma adna wa ma akthar min dhalik huwa ma'hum ayna ma kanu. Po sidoqoftë më pak se kaq, apo më shumë se kaq, bani bisedë të mshefta, Zoti është mesin tuaj kudo që jeni. Në këto ajete të lexojmë, i po si përjetojmë. Ha? Për shembull, sa nga ne bojmë gibet i përgojumi të tjerët. Ha? Rrimi me një mezhlis, folmi për të tjerët, apo? Ka ardhur një person, një dietar i madh, i ka po disa persona duke bën gibet, duke përgoju filanin, mos më kanë prezant. I ka thonë: "Po ju them një gjë. Nëse ju 2 veta e përgojoni dënin mbret, ndërsa një njeri mbretet është mesin tuaj, është i mshehur dhe i përcet lajmët, a kishi bë gibet, a kishi përgoju atë mbretin?" Thotë: "Jo, se që nga njeriu ma jaftë i mbretit." Po Allah i ka disa njerëz rob më të afër që janë melaçet në çdo mezhlis, i përcjellin këtë fjalë çka folni. A nuk kanë frikë? Na këto i dimi, mi po nuk i ndjemi na. Na akoma vazhdojmë. Andaj tham kemi nevojë për kësi format.